përditshme. Kur ngjyret një rob, ngjyra e saj reflektohet dhe pasurohet jashtë, bie në sy. Kështu duhet jetë edhe jeta e besimtarit. Namazi i tij, agjerimi i tij, përulësia e tij, gjërat që i ka mësuar nga Islami duhet të pasurohen dhe jashtë, që njerëzit ta njohin atë. Ky është njeriu i besueshëm, është musliman. Ky është njeriu që s'ta prek nderin, është musliman. Ky është njeriu që s'e thyen fjalën, është musliman. Ky është njeriu që ruan amanetin, është musliman. Ne fen nuk e kemi vetëm në xhami. E kemi edhe jashtë xhamis. Ne musliman nuk kemi vetëm në xhami, jemi edhe jashtë xhamis. Prandaj do të bëjmë kujdes si flasim, si sillemi, si përkujdesemi ndaj punonjësit, ja japim hakun apo jo. Do të bëjmë kujdes si e trajtojmë pasurinë e vendit ku punojmë. E ruajmë amanetin apo jo. Do të bëjmë kujdes kur japim fjalën. E mbajmë fjalën, e mbajmë premtimin apo e thyem. Të gjitha këto janë tregues pasqyrime të forcës së besimit që ka besimtari.